Të nderuar vëllezër dhe motra, ngadalë që jeni duke na përcjellur, pasi që jemi në prag të festës së Kurban Bayramit, e kemi pa të arsyeshme që me pika të shkurta të flasim rreth një fenomeni që ndodh në këtë kohë, është Kurbani dhe thelja e tij. Andaj do të mundohemi të përmendim disa çështje që kanë bënë me çështjen e Kurbanit, por në fillim duhet ta kemi të qartë se vetë shpreha Kurban, nëse e përkthejmë në gjuhën shqipe, i bjerë një lloj afrimi tek Allahu, e qëllimi është me Kurbanin që kafsha që të therrët vetëm me qëllimin e adhurimit të Allahut dhe afrimit tek Zoti. Andaj, sa i përket normës apo vendimit se çka është thelja e Kurbanit gjatë kohës se tash Kurban Bayramit, mendimet e dietarëve ndahen, mirë po unë do të mundohem të përcaktohem vetëm në vendimet e mëdhëbit Hanefi. Mëdhëbi ynë Hanefit, theljen e Kurbanit e konsideron vajib, që do të thotë një obligim i kategorisë së lartë, por që nuk ka arrin gradën e farzit, por është në pak më i ulët se farzi, por është obligim që duhet kryhet, edhe ata që e kanë obligim dhe i plotësojnë kushtet, duhet ta kryejnë, përndryshe nëse nuk e kryejnë, bëjnë gjuna dhe kanë dënim tek Allahu xhaleshanu. Andaj e kuptuam se sipas mëdhëbit Hanefit, thelja e Kurbanit është vajib për ata që i plotësojnë kushtet për me qenë të obliguar me theljen e Kurbanit. Kush obligohet me theljen e Kurbanit? Me theljen e Kurbanit duhet plotësohen kushtet për me qenë i obliguar me këtë obligim. E para është personi i cili obligohet me thellë Kurbanin është kusht me qenë musliman. Që i bie, jo muslimani një obligim të tillë nuk është i kualifikuar ta ketë. Pra e para me qenë musliman. E dyta që muslimani të jetë me status i lirë. E treta që muslimani të jetë vendas, që kjo në kuptimin më të thjeshtë, nëse ndodh muslimani me qenë udhëtar në udhëtim dhe nuk është në vendin e vet gjatë kohës se kur është obligim thelja e Kurbanit, ai nuk e ka obligim përderisa të kthehet, nëse e zën kohën kur kthehet ka mundësi me dhe përndryshe, nëse është një kohë gjatë si udhëtar, nuk e ka obligim theljen e Kurbanit edhe me pasuri. Tjetra është që të jetë i aftë psiqikisht. Për me qenë muslimani i obliguar me theljen e Kurbanit, duhet të jetë i aftë psiqikisht, të mos ketë çmenduri. Nën 5, që të jetë muslimani i hyrë në moshën madhore. Pra për fëmijën apo të miturin që ende nuk ka hyrë në moshën madhore, Kurbani nuk është obligim, dhe kushti i 6 dhe i fundit është që të jetë i pasur, do të thonë që të ketë mundësiat materiale, që të ketë mundësi ta e blejë Kurbanin, të ketë mundësiat materiale gjatë kohës kur është i obliguar me thellë Kurbanin, në këtë mënyrë atëherë ai obligohet me thellë Kurbanin. Nëse gjatë kohës se thelljes Kurbanit ka varfëni dhe nuk ka mundësi me e blejë Kurbanin dhe me e thellë, atëherë kuptohet se ai nuk është i obliguar. Tash na lind një pyetje shumë e thjeshtë. Kur është koha me u thellë Kurbani? A bën me u thellë para kohë dhe a bën thellë pas kohë? Jo, sipas shumicës dietarëve, në përgjithësi xhumhurul ulema, edhe sipas mëzhebit Hanefit, koha e thelljes Kurbanit fillon më njëherë pas faljes së namazit të Bayramit, nëse është vendi ku ka xhami dhe ku falet namazi i Bayramit. Nëse është për fshatra, ajo është tjetër çështje, lejohet pas faljes sabahit. Mirë, po në përgjithësi duhet ta kemi të qartë. Ne ku falet namazi i Kurban Bayramit, pas faljes së Kurban Bayramit fillon koha e thelljes së Kurbanit dhe vazhdon sipas mëdhëbit Hanefi dhe shumicës të ulemave vazhdon deri në ditën e tretë me iqindi, e ditës së tretë përfundon koha e thelljes së Kurban Bayramit. Ka prej mendimeve disa dietarëve tek mëdhëbi Hanbeli që e kanë lejuar thelljen e Kurbanit deri ditën e 4
të Kurban Bayramit me qëndin e ditës së 4. Mirë po, ajo që është më e njohur të ulemat në përgjithësi, pra është puna mos me sjell çështjen me thirr kurbanin me ato dyshimet lejohet, s'lejohet, por më së miri është i përmbahemi këtij rregullit, le të fillohet thirrja për ditës së parë e le të përfundoje me ditën e tretë me qëndin e ditës së tretë të Kurban Bayramit. Tjetra, kushtet që duhet të i plotësoj kurbani për thirrje. Kushtet që duhet të plotësoj kurbani për thirrje dihet kurbani mund të jetë bakti, dele, dhi, mund të jetë lop, mund të jetë ballic, mund të jetë deve. Të tilla shtancë nuk kurzohen të jenë një gjinia nuk kurzohet. Mund të jenë gjinisë mashkullore, mund të jenë të gjinisë femërore, mirë po duhet me përmend se shtazët e egra, edhe nëse është lopë e egër, edhe nëse është dhi e egër, ato shtazë e egër që duhet të gjuhet nuk prehet për kurban. Duhet të jenë shtazë që i rritën dhe me një farë mënyrë i ka në kontroll njeriu, si delja, lopa, ballica, deveja e tjera. E dyta, që kurbani të jetë shtazë pa tmeta dhe shëndosh, jo shtazë me tmeta të mëdha dhe jo e sëmur dhe e lodhur. Tjetra, që kurbani t'i ketë vitet e duhura. Për shembull, delja dhe dhia për të prerë kurban duhet të mbushin një vit. Ka prej ulemave që kanë përmend se lejohet qengji që është mbi 6 muaj me u therr, me kusht që e ka peshën apo është e barabartë me një dele 1 vjeçare, ndërsa dhia duhet dojmos të arrijë moshën e 1 vitit. Sa i përket lopës, bullicës, ajo duhet t'i ketë 2 vite. Spaku duhet t'i ketë 2 vite për me u konsiderue lejume për t'u therr kurban, ndërsa deveja duhet t'i ketë të mbushur 5 vite për t'u therr kurban. Pra, me një farë mënyre mund të përmbledhemi çka lejohet të prehet për kurban dhe çka nuk lejohet. Kafshat që lejohet prehen për kurban i përmendëm, është devja, e cila i ka mbush 5 vite, lopa, e cila i ka mbushur 2 vite, bullica që i ka mbushur 2 vite, delja e cila ka mbushur 1 vit, përmendëm se lejohet qengji që i ka mbush 6 vite, por me kusht që të jetë e trashë sa delja, dhia e cila ka mbushur 1 vit, kurbani i cili fare nuk ka bri që nga lindja, kurbani që nuk ka një pjesë të bririt, lejohet më thirr kurban, shtaza e tredhur, por më mirë është mos jetë e tredhur, lejohet më prejë për kurban, kafshat që nuk lejohet prejën për kurban. Kafsha e egër, edhe nëse lejohet t'i hahet mishi, nuk bën thirr kurban. Kafsha e cila është e vërbuar me të 2 syt, nuk lejohet thirr kurban. Kafsha e cila është e vërbuar vetëm me njërin syn, nuk lejohet. Kafsha e cila qalon sa që nuk mundet me ecë me arrit deri te vendi i therrjes. Nëse s'mundet vetë me ecë deri te vendi i therrjes, kjo kafsh nuk lejohet me u therr kurban. Kafsha e cila është shumë e ligë, ajo nuk bën thirr për kurban. Kafsha e cila ka të këputur gjysmën e më tepër të veshit, nëse ka më pak se gjysmën, lejohet gjysmën e më tepër të veshit. Kafsha e cila ka të këputur gjysmën e më tepër të bishtit, gjithmonë kur thonë gjysmën, nëse është më pak se gjysma, lejohet. Kafsha e cila shumicën e dhëmbëve nuk i ka, e nëse i ka më tepër se gjysmën e dhëmbëve, lejohet të prehet për kurban. Kafsha e cila që nga lindja nuk ka vesh, s'lejohet me u preh kurban, dhe kafsha që i ka të këputur kokat e sisave të saj të gjitha, ajo nuk lejohet me u preh kurban. Sa i përket asaj se një dele përsa veta vlen të prehet për kurban, kafshat, delja, dhia vlen kurban për një person, ndërsa therrja e shtazëve të mëdha, siç është lopa, bullica apo deveja, këto mund të vlejnë deri në 7 persona, por është kusht se nëse marrin pjesë 5, 6, maksimumi 7 veta, që të gjithë të kenë dijetin për kurban. Nëse njeri prej aty në pjesëmarrësve, ortakëve në therrjen e kurbanit që është kafshës së madhe, nuk e ka niyetin e kurbanit,
atëherë i gjithë kurbani është i pavlefshëm. Duhet të merren vesh me kohë të gjithë, nëse e kanë niyetin për kurban, që të gjithë të bëjnë niyetin për me marrë pjesë në thirrjen e kurbanit me niyet të kurbanit. Distribuimi i mishit, i lëkurës dhe ndarja e mishit të kurbanit normalisht rekomandohet, nuk obligohet, rekomandohet, preferohet që ndahet në 3 pjesë. Një pjesë të ndalet për familjen, një pjesë të jepet të varfërve dhe një pjesë të jepet të afërmve. Më së miri është që krejt mishi i kurbanit të jepet sadaka nëse njeriu ka mundësi. Por edhe nëse ndodh gjithë mishin me e mbajtur për vete, nuk është e ndaluar, por nuk është e preferuar. Andaj mundësisht të ndahet në 3 pjesë, varet sipas rrethonave si janë kryesore, lejohet të ndahet në 3 pjesë, lejohet të jepet komplet i gjithë kurbani sadaka, edhe nëse është nevoja, lejohet të mbahet edhe i gjithi për vete. Mirë po, më mirë është të shpërndahet. Sa i përket lëkurës së kurbanit, nuk lejohet që thersi të shpërblehet me mishin e kurbanit edhe me lëkurën e kurbanit. Ati duhet i paguhet në mënyrë të veçantë puna nëse kërkon ose nëse ai dëshiron me bë pa pagesë punën e tij, mirë po nëse vendoset me u paguhet thersi, asesi mos të shpërblehet me mishin e kurbanit dhe me lëkurën. Ka edhe rregulla tjera që kanë bënë me kurbanin, mirë po më e rëndësishmja është që ne si musliman ta konsiderojmë si obligim për ata që i kanë mundësia të ne kry këtë obligim, ta i kryjmë dhe mundësisht të shpërndajmë në mënyrë më të mirë që ta lehtësojmë jetën edhe të varfërve, sepse thirrja e kurbanit lehtëson jetën dhe mundson një ushqim, një shujt të mirë për kurban si fest ta ketë çdo kush, ose preferohet kur nuk ka nevojë që kurbani të therret, kur nuk ka të varfën që kanë nevojë për kurban, dihet ajo e preferuara është sikur që përdoren përgjithësi në trojet tona shqiptare, kur kurbanat të dedikohen për mirëmbajtjen e medreseve, fakulteteve, talebeve, studentëve që studiojnë për fe, edhe në këtë mënyrë është bërë një traditë shumë e bukur që njerëzit të cilët e kanë pasë shumica s'kanë nevojë për mish, s'kanë nevojë për kurban, i shpërndajnë apo e thirrin kurbanin vetëm për me u ndihmue për hapjen e dijes islame me anë talebeve, medreseve, fakulteteve të ngjashme. Andaj na mbetet që të lutim Allahun xhaleshanu të jemi prej atyre që të mundohemi ta kryjmë këtë obligim siç po mundohemi të kryjmë edhe obligime tjera. E lutim Allahun xhaleshanu që mirësia e këtij ibadeti, gjithsesi thirrjes së kurbanit të na përfshijë të gjithëve, të jetë begati, të jetë bereqet për gjithë muslimanët, edhe në fund e lutim Allahun xhaleshanu që të gjithë të jemi të kënaqur me festën e Kurban Bayramit dhe ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.